t'ju prezantoj dy gratë mrekullueshme që kanë jetuar pareshtur për gjithë përfshirje, për përfaqësim të grave në shoqëri. Do të flasim për rikonceptimin e pushtetit, si, pse, dhe dua që t'ju uroni mirëseardhjen shumë ngrohtë Cecilia Asias, që është themeluese e Fondacionit Cecilia Asias për Gra dhe do të bashkohet me ne Linda Rama, bashkëthemeluese, studiuese, avokate e aktiviste drejtave të njerëzit. Do të dëgjojmë të dyja zonjat. Të nderuar zonja dhe zotërinj, jam shumë e lumtur të gjendem sot këtu me ju dhe jam shumë e nderuar që të kem disa pyetje për ju dhe të shpenzojmë pak kohë në këtë bisedë së bashku. Le të hymë drejt për drejt në temë. Përgëzimet e mia për zgjedhjen e bashkëshortit tuaj është mandati i 4 i tij si kryeministër, që mendoj se është shkëlqyer, po kam disa pyetje që në fakt kanë të bëjnë edhe me pjesën e vizitës presidentit për ju Linda që ju konsideroj si mike. Pra, kemi zgjedhjen për mandatin e 4. Natyrisht, profili juaj nuk është politikane. Si keni lundruar për 12 vjet në këtë arenë politike? Së pari, faleminderit që më ftuat në këtë forum dhe do të doja ta nisja me një fakt që të jesh krah Edit, këto 12 vjet ka qenë një mundësi e shkëlqyer për të kontribuar nga ana ime në një moment historik dhe mjaft të rëndësishëm për vendin tim Shqipërinë. Në fakt, sa i takon profilit, e gjithë jeta ime është shpenzuar në politikat publike dhe çështjet e zhvillimit dhe kam qenë si rrjedhoj shumë e ndjeshme ndaj grupeve vulnerabël dhe kam qenë një avokate drejtave të grave, drejtave të njerëzit. Në një moment të caktuar në kohë përfundova të isha dikush që ishte aktiviste për të drejtat e njerëzit dhe politikat publike në të njëjtën çati me personin të cilit i ishte besuar drejtimi i politikave publike dhe ndryshimi i jetës së njerëzve dhe ishte sfidë për të dy ne. Kuptova pastaj qysh në fillim që sapo bësh bashkëshortja e dikujt që zgjidhet, rreziku është që menjëherë pas kësaj njerëzit të shohin vetëm si bashkëshorten e kryeministrit. E di për çfarë po flet, e di. Po, në fillim mendova që thjesht do t'i shtoja një dimension tjetër profilit tim personal, por e kuptova më pas që më duhet të ruaja identitetin tim profesional e personal. Si e bëre? Ishte shumë sfiduese. Së pari, ishte shumë e vështirë të tejkaloje skepticizmin e njerëzve. Ju thoja gjithkujt që unë do të vazhdoj të jem i njëjti person si më parë dhe do të punoj në të njëjtën fushë si më parë, por ishte shumë e vështirë për ta besonin. Në fakt, unë ja vetë makinës, nuk kam një dado për fëmijën tim, unë gatuaj vetë. Dhe në fakt për njerëzit ishte shumë e vështirë, nuk e lidhnin dot këtë lloj narrative me bashkëshortin e dikujt kaq të fuqishëm. Natyrisht, është e vështirë, natyrisht që ju keni fuqi, por është e vështirë që t'i bësh njerëzit të kuptojnë që mund të bësh shumë në aspektin humanitar, në aspektet e tjera. Dhe kjo është ajo çfarë jeni përpjekur të bëni, apo jo? Po. Dhe për gjatë viteve mendoj që kam bërë atë çfarë synoja të bëja e ku besoja. Dhe pash që niveli i besimit është rritur dhe në fakt Edi tha që unë ndjej mirë kur zgjodhet Shqipërinë në raport me Francën e Europë. Po kam pasur edhe unë një moment që kam ndjer fuqizim
vitin e kaluar, ku të gjithë anëtarët e opozitës në parlament u mblodhën bashkë dhe ju kërkuan institucioneve ndërkombëtare që ndihmojnë Shqipërinë për 30 vjet për të mos më pranuar në asnjë projekt të tyre. Dhe thash, në fakt duhet të nxjerrin Edin nga detyra, pse mua? Pse të më lën mua pa punë? Dhe ishte diçka shumë e mirë të shihje që ishte kisha një profil që ishte, si thuash, më mbi në këtë rast më me fuqi se sa e kryeministrit. Cecilia, mendoj që profesionizmi, pavarësia dhe të qenit i drejt për të thënë gjithçka që mendon në mënyrë të thjeshtë dhe për më tepër të qenit me njerëz gjatë gjithë kohës e konkuron politikën. Dhe këto lloj profilesh mendoj që janë profile mjaft të fuqishme. Ndaj njerëzit janë kaq të fortë sepse në jetët e tyre normale janë profesionistë, janë të aftë të bëjnë gjëra, janë të drejtë për drejtë dhe votimi është një nga momentet sublime të qenit të drejtë për drejtë dhe janë të pavarur. Ja pse janë vërtet të fuqishëm dhe politikës i duhen gjatë tërë kohës. Më lini të kthehem paksa në të shkuarën. Në 1991, pas regjimit komunist, dua të di se si brezat e rinj jetojnë me këtë të shkuar, si mund t'i inkurajoni si përmarrësit e rinj që të ecin përpara duke e ditur që vendi ka qenë në një regjim mjaft të shtrënguar, regjimin komunist, edhe si mund t'i ndihmoni ju këta të rinj të ecin përpara dhe të krijojnë një vend të ri në këtë vend. Së pari, dua që të jap 2-3 shifra se si e nisëm këtë rrugtim pas rënies komunizmit. 30% e njerëzve në 1991 në zonat rurale dolën pa punë dhe papunësia arritej dita ditës për shkak të kolapsit të ndërmarrjeve publike. Fakti ishte që brenda një viti, një vend krejt i izoluar pati qindra mijëra njerëz që u larguan nga vendi si emigrant. Dhe ne jemi vend mjaft i pasur me ujë, por uji në shtëpi vinte 2-3 herë në ditë. S'kishim as pak, pra kishim mungesë, dhe vetëm 1/3 e banesave ishin të lidhura me tubacionet e ujësjellësit. Pastaj, ishte shumë me interes fakti që një familje mesatare kishte një shtëpi prej 30 metër katror për një familje. Energjia elektrike kishte mungesa dhe në fakt shkuam nga një besim i plot, një pavarësi e plot nga shteti në një nivel krejt tjetër mos besimi ndaj shtetit. Në fakt, 1991, 92, 93, ekonomia hije apo informale ishte gjysma e ekonomisë në Shqipëri. Kjo ishte gjendja. Imagjinojeni se çfarë lloj agjende shtrihej përpara njerëzve dhe politikanëve. Në fakt, në 35 vjet jemi ne, brezat e rinj të asaj kohe, që qem në gjendje të fitonim kohën e humbur nga prindrit tanë e prindrit e prindërve të tyre, jo për shkak të tyre, jo për fajt të tyre, por për shkak të mundësive që patëm për të dalë nga komunizmi e për të shkuar në një sistem krejt tjetër të mbusur për plot me mundësi. Mendoj që gjatë kësaj kohe arritëm kohën dhe dëgjuaj presidentin Macron dhe në fakt e dëgjova shumë e lumtur që ai konfirmoi që bien dakord të zgjerojnë
Bashkimin Evropian e që ai është mbështetës i antarësimit tonë. Fakt është e drejtë, sepse Shqipëria duhet jetë në Europë. Po, dhe ja kemi dalë të krijojmë këtë nivel besimi. Dhe ka qenë brezi ynë që ka bërë këtë gjë. Por, për aq kohë, përderisa e bëmë këtë, nuk ishte vetëm ekonomia që na shqetësonte, por edhe trauma e vjetër e zakonet e këqijat imponuara nga komunizmi. Dhe mendoj që në këtë drejtim, ndoshta nuk patëm fokus për të bërë shumë, dhe kjo është orben për të gjithë botën, sepse gjithçka që po ndodh sot po lë gjurmë për brezat e rinj. Dhe mendojmë që sapo brezi ynë do të përfundoj rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, do duhet të kujdesemi që fëmijët të rinjt të përpiqet të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë e tyre për të ecur më tej në një botë globale, sigurisht. A mund të ndani këndvështrimin tuaj për ndikimin psikologjik të së shkuarës në shoqërinë aktuale? Kaq shumë vite komunizmi të ashpër, ka shumë të tilla, sa më shumë shkon koha, përpiqem dhe shumica e shpjegimeve që gjej për atë çka ndodh përreth ka një lloj lidhje me të shkuarën. Mund t'ju jap, duke qenë se jemi në një forum financiar investimesh, mund t'ju jap një shembull shumë të vogël. Gjatë komunizmit, familjet shqiptare dhe individët nuk lejoheshin të merrnin hua nga bankat, për shembull. Dhe ka një frikë nga brezat e prindërve tanë që ju është përcjell brezave tanë për të mos shkuar në bankë e për të mos marrë hua sepse huat janë të këqija. Dhe në fakt, në qoftë se sheh raportin e depozitave, natyrisht situata ka ndryshuar kryekëputse, në të kundërt nuk do të shihnit këtë lloj zhvillimi vërdall. Por ekziston ende një frikë nga qasja në bankë. Ndaj vazhdon të ketë një ekonomi me para në dorë dhe ndaj ka sërish një droj, një hezitim që të shkosh në bankë, të paraqisësh një projekt biznesi, të marrësh hua dhe të krijosh marrëdhënie me bankën. Po pse ndodh kjo? Ende ndodh kjo, sepse nuk kemi punuar ende mjaftueshëm me këtë. Po, 1991 nuk është kaq larg, është 3 dekada e gjysmë, nëse kemi qenë në gjendje të ecim kaq shpejt në këtë rrugë zhvillimi, dhe nuk po flas vetëm për për shqiptarët në Shqipëri, po flas edhe për shqiptarët kudo gjenden. Ambasadorët më të mirë të Shqipërisë janë shqiptarët që ja kanë dalë me sukses në çdo fushë dhe janë kthyer. Në çdo fushë në botë, natyrisht që jetojmë në një botë të lirë, ne jemi të lumtur që ata të kthehen, por ata kanë bërë maksimumin kudo gjenden. Ata duhet të shkojnë kudo mendojnë që është më mirë për ta, por ne e dimë që një pjesë e jona është me ta kudo që ata janë. Dhe patjetër që duam që edhe të huaj të vinë këtu. Në fakt, unë ndjeva shumë e lumtur kur dëgjova Edin që tha, natyrisht me një lloj doze humori, që edhe francezët duan të rinë të punojnë, por ky është realiteti. Italianë e shumë të tjerë nga vende të tjera po e gjejnë Shqipërinë gjithmonë më shumë tërheqëse. Si i shihni të rinjtë sipërmarrës këtu në Shqipëri? A janë ata të gatshëm, kanë vullnet të ecën përpara për vendin? E di Cecilia, unë mendoj që edhe një herë ne ende nuk jemi të aftë ta njohim rinin në mënyrën si është problemi ynë, dhe në qoftë se do të shohësh median, nëse do të shohësh skenat publike, janë të mbushura për plot njerëz të moshës mesme a më të madhe, por nuk sheh shumë të rinj. Pse ndodh kjo? Sepse mendojmë që i njohim, por në fakt nuk i njohim. Dhe në qoftë se i takon nga afër e kupton që ata kanë
një fuqi që ne nuk e kemi, brezi ime kam fjalën, vjen për shkak të kohës që jetojnë dhe për shkak të investimeve të jashtëzakonshme që prindrit e shoqëria kanë bërë tek ta që ata të ecin përpara sa i takon arsimimit e për të mësuar në mënyrë konstante në një botë që është plotësisht e hapur për ta. Dhe ju, veçanërisht ju personalisht, apo ndihmoni përmes një fondacioni a në tjetër mënyrë për t'i fuqizuar ata, për t'i ndihmuar ata? Mendoj që me të gjitha publikimet që kam nxjerr, projekte, diskutimet që kam bërë, por edhe duke ruajtur atë lloj trysnie timen vjetin, përpiqem të sigurohem që gratë, të rinjt, fëmijët të marrin sa më shumë vëmendje nga shoqëria dhe nga qeveria. E po kështu edhe nga politikbërësit. Më duhet të eksploroj më tej. Edi është tashmë në mandatin e 4. Je entuziaste për këtë? Jam shumë entuziaste dhe e prekur, e mallëngjyrë thellësisht, sepse ndjeva sikur po lidhej filli midis prindërve tanë dhe asaj çka ëndërruam në 91-92 për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Aso kohë, qeveria e parë demokratike mori një mbështetje të jashtëzakonshme nga qytetarët. Duket sikur ka një fill që lidhet pas kaq shumë vitesh dhe shqiptarët, sepse vazhdojnë të ëndërrojnë Shqipërinë në Europë, i besuan Edit një mandat që është shumë i fortë. Mendoj që është një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Ndjej peshën mbi shpatulla për të mos zhgënjur askënd nga ata që e ka dhënë këtë mbështetje dhe për të lejuar të rinjt që të çelin një shteg krejt të ri. Është misioni ynë për ta përfunduar këtë proces si brez në mënyrë që fëmijët tanë të nisin një tjetër nivel angazhimi. Dhe e dini, në fakt rinia është themeli i një vendi, arsimi është i rëndësishëm për ta mendoj. Shoh që nuk është se kemi shumë kohë e do ta mbyll me një pyetje mjaft e lehtë. Do doja t'ju pyesja, në qoftë se do të kishte 3 gjëra që do donit të thonit për Shqipërinë, për vendin tuaj. Dhe çfarë do qofshin ato në nivel personal, kulturor, apo çfarë do lloj gjëje që mendoni, çfarë do të ishin ato? Gjëja e parë, sepse pash videon që ishte përgatitur dhe jam tërësisht dakord me të, gjëja e parë që do të përmendja është diversiteti. Në 3 nivele, i natyrës, këtu mund të gjesh Karajibet, mund të gjesh Toskanën, mund të gjesh Alpet e Zvicrës, në këtë vend ka ishte vogël mund të gjesh gjithë botën, është një vend shumë i bukur. Dhe pastaj larmia, diversiteti kulturor. Dua të përmend që në këtë territor ka më shumë se 3000 kostume tradicionale dhe shumica prej tyre janë unike në botë. Dhe 3 besime fetare që bashkëjetojnë në harmoni dhe janë një trashëgimi e madhe për ne. Gjëja e dytë që do të them është dinamizmi. Jemi një komb mjaft energjike dinamik, është e vërtet. Dhe edhe tronditjet na trondisin. Pra, ne mund të kemi tronditje, ndodhi në 97-ën, paksa në 2000-2008 ndodhi me tërmetin, ndodhi me pandemin, vitin tjetër, ne qem sërish mjaft vital dhe vazhduam me rritjen. E treta është një tjetër D, devocion. Jemi mjaft të përkushtuar ndaj familjarëve të afërt, jemi mjaft të
devotshëm kundrejt vendit dhe krejt të devotshëm ndaj Europës e ndaj botës. Dhe këto 3D na bëjnë ne 3D. Faleminderit shumë, Linda, ishte një kënaqësi që ju kisha. Gjithashtu, faleminderit.